Mirë se erdhët. Sot do t'i merremi me një nga ato problemet, e dini, vërtet bezdisëse, ajo ndjesia e vazhdueshme e gëlbazës në fyt dhe ai refleksi për të pastruar fytin pa pushim. Shumë e zakonshme, por po aq frustruese. Tingëllon e njohur apo jo? Kjo është një situatë që shumë njerëz e përjetojnë, por shpesh nuk e kuptojnë se nga vjen në të vërtetë. Dhe pikërisht, ky është qëllimi ynë sot. Të gërmojmë thellë dhe të gjejmë rrënjën e problemit. Do të zbulojmë shkaqet e vërteta dhe do të shikojmë zgjidhje që funksionojnë, pa ato efekte anësore që shpesh vijnë me trajtimet standarde. Të marrim për shembull antibiotikët. Edhe pse absolutisht të nevojshëm në disa raste, përdorimi i tyre kur nuk duhet, sidomos për infeksione virale, prish totalisht ekuilibrin e mikrobeve të mira në trupin ton. Kjo jo vetëm që e dobëson sistemin imunitar, por mund t'i hap derën problemeve të tjera, si infeksionit mykotike, duke bërë situatën edhe më të komplikuar. Pra, në përgjithësi, ekzistojnë 3 burime kryesore nga mund të vijë gëlbaza kronike. Le t'i analizojmë një nga një për të parë se ku mund të fshihet zgjidhja e duhur. Atëherë, le të fillojmë me shkaktarin e parë. Dhe ky vjen nga një vend që ndoshta nuk e prisnit, stomaku. Bëhet fjalë për GERD ose siç njihet ndryshe, refluksi i acid. Kjo ndodh kur acidi i stomakut arrin të ngjitet lart dhe irriton fytin. Dhe çfarë bën trupi si reagim mbrojtës? Prodhon gëlbazë për ta qetësuar atë zonë. Dhe ja ku është çelësi. Shumë njerëz nuk e lidhin kurrë pikën që gëlbaza e tyre në fakt mund të vijë nga stomaku. Po cilat janë shenjat? Po, nëse përveç gëlbazës, ka edhe gazra, mos tretje apo një ndjesi fryrjeje pas ushqimit, atëre ka shumë gjasa që problemi fillon pikërisht aty, në stomak. Mirë, po si ta kuptojmë nëse ky është problemi? Ekziston një test fare i thjeshtë. Provojmë të përziejmë 2 luguthull molle në një gotë me ujë dhe ta pim para vakteve. Tani, nëse simptomat fillojnë e lehtësohen, kjo tregon diçka vërtet interesante. Problemi mund të mos jetë tepërica e acidit, por mungesa e tij. Po, aciditeti i ulet. Duke shtuar acid, si ai i uthullës, ndihmojmë atë valvën të mbyllet më mirë. Një alternativë tjetër për të njëjtën qëllim është betaine HCl. Tani, le të kalojmë te shkaku i dytë, që është jashtëzakonisht i zakonshëm, rrjedhja postnazale. Pra, kur e gjithë mukoza vjen nga sinosa. Një dhënë interesante mund të vijë nga ngjyra e mukozës. Zakonisht, kur është e verdhë ose e gjelbër, priret të jetë shenjë një infeksioni bakterial, ndërsa kur është e kthjellët ose e bardhë, shpesh lidhet me një virus. Sigurisht, duhet pasur parasysh që ky është vetëm një udhëzues i përgjithshëm, jo një rregull i prerë. Shpesh problemi bëhet kronik për shkak të diçkaje që quhet biofilma. Çfarë janë këto? Imaginoni koloni mikrobesh që ndërtojnë një mburojë mbrojtëse rreth vetes, një lloj llumi biologjik. Kjo i bën ato jashtëzakonisht rezistente ndaj antibiotikëve dhe shkakton irritim të vazhdueshëm dhe prodhim mukoze. Për rastet më të lehta, një zgjidhje thjeshtë dhe shumë efektive është shpëlarja me ujë të kripur, duke përdorur një enë të quajtur Netipot. Kripa e detit ka veti natyrale antimikrobike dhe bën një punë të shkëlqyer për pastrimin e sinuseve. Por për një problem më kokfort, ja një zgjidhje që tingëllon e çuditshme, shampo për fëmijë. Po, e dëgjuat mirë, e veprimi i saj but detergjent është tepër efektiv për të shpërbërë mukozën e trash dhe ato biofilmat pa shkaktuar irritim, vetëm siguroni që të jetë një version sa më e butë dhe natyral që të jetë mundur. Ndërsa, për rastet kur gëllbaza ndihet thellë në fyt, povidon jodi është një zgjidhje vërtet e fuqishme. Jodi është një antimikrobik i jashtëzakonshëm, duke ndjekur këto hapa me kujdes. Pra, aplikimi në hund dhe gargara mund të sulmohen mikrobet direkt aty ku fshihen. Dhe ja ku arritëm te shkaku i tretë, alergjit. Në këtë rast, gëlbaza nuk është shenjë infeksioni, por thjesht një reagim i trupit ndaj diçkaje në mjedis ose në ushqimet që ham. Menaxhimi i alergjive fillon me identifikimin dhe shmangjen e shkaktarëve. Agjërimi, për shembull, mund të ndihmojë në qetësimin e sistemit imunitar të mbingarkuar, por këshilla më e rëndësishme është kjo: produktet e qumshtit. Ato janë shkaktari ushqimor numër 1 për prodhimin e mukozës. Për shumë njerëz, thjesht eliminimi i tyre mund të sjellë një ndryshim drastik. Tani, diçka për lehtësim të menjëhershëm. Ekziston një teknik akupresure tepër efektive, një lloj teknike ninja që mund të ofrojë lehtësim të shpejtë nga irritimi në fyt. Edhe si funksionon kjo?
Është të thjeshtë, por kërkon pak ndihmë. Së pari duhet të identifikohet me saktësi pika ku ndjehet irritimi në fyt. Pastaj imagjinojmë një vit të drejtë që shpon nga ajo pikë deri mbrapa, në shtyllën kurrizore. Dhe pikërisht aty duhet kërkuar një pikë që është shumë e ndjeshme kur shtypet. Kjo është pika. Duke ushtruar presion të fortë aty për 2 minuta, lehtësimi mund të jetë i menjëhershëm. Seriozisht, efekti është shpesh befasues. Në fund të ditës, pavarësisht shkakut specifik, zgjedhja më e qëndrueshme është gjithmonë forcimi i mbrojtjes natyrale të trupit. Ktu janë 5 elementet kryesorë. Së pari, 0 sheqer, sepse sheqeri është ushqimi i preferuar i mikrobeve të dëmshme. Së dyti, hudhra, një antimikrobik natyral tepër i fuqishëm, dhe sigurisht, vitamina D, vitamina C nga burime natyrale dhe zinku janë themeli një sistemi të fortë imunitar. Dhe një këshill specifike. Nëse gëlbaza shoqërohet me një koll të thatë, veçanërisht gjatë natës, laktati i kalciumit mund të jetë shumë i dobishëm. Ai ndihmon në qetësimin e atyre spazmave në fyt që shkaktojnë kollën e bezdisshme. Pra, nëse do të mbani mend vetëm një gjë, do të ishte kjo. Në vend që thjesht të trajtojmë simptomën, duhet të bëhemi pak si detektiv të shëndetit tonë. A vjen problemi nga stomaku, nga sinuset apo nga një alergji? Gjetja e burimit është çelësi për një zgjidhje që funksionon vërtet. Dhe kjo na sjell në pyetjen përfundimtare. Çfarë po përpiqet të na thotë trupi me këto sinjale? Kur fillojmë të mendojmë kështu, atëherë fillojmë të dëgjojmë vërtet dhe të gjejmë përgjigjet që na duan.